cili është raporti mes besimtarit dhe ekzistencës përgjithësi. Siç e dim, besimtari musliman është i lidhur fort me gjithçka që ka në ekzistencë. Kështu që ai nuk mund ta kuptojë jetën e vet realisht pa qenë i afërt, pa qenë i koordinuar edhe me ekzistencën përreth. Por njeriu që ta kuptoj mas pari veten ta njoh. Ta kuptoj rolin e tij, qëllimin e tij, misionin e tij në këtë botë, duhet me qenë shumë i shoqëruar, duhet me qenë i afërt me ekzistencën përgjithësi. Sepse Allahu xhaleshanu kështu e krijoi njeriu, si qenie shoqërore, e cila duhet të ketë raporte të mira me atë që e rrethon. Pra, besimtari, apo thënë ndryshe, njeriu besimtar, nuk është armik i kësaj ekzistence, cilën jeton, por të njëjtën kohë nuk mund të llogaritet edhe si huj. Por përkundrazi, gjithçka rreth tij është hapësirë e mendimeve, e ideve dhe përpjekjeve dhe studime përmes cilat njeriu i shet gjurmët e mirësisë dhe begatisë së Allahut. Gjithësia, ekzistenca, i është nënshtruar ligjeve të Allahut xhaleshanu. Ashtu si edhe besimtari. Mos mendo dikush që feja, besimi, ligjet cilat Zoti ka vendosur në natyrë vlen vetëm për njerin. Këto vlen edhe për vetë ekzistencën. Pra Allahu xhaleshanu ka krijuar në këtë formë ligje, cilat çdo qenie e gjallë, atë që e kuptojmë dhe nuk e kuptojmë gjallërinë e saj, i nënshtrohet këtyre ligjeve të Allahu xhaleshanu. Pra, besimtari si e shet gjithësinë, ekzistencën përreth tij, e shet si një fakt që e orienton njeriu drejt krijuesit vet. Pra, ne si njerëz, ekzistencën, gjithësinë e shohim si diçka të afërt. Dhe raporti jon me ekzistencën përgjithësi duhet të qenë raporte patësore, jo armiqësore. Krahërori i besimtarit është shumë i gjerë, sepse njeriu përbrenda vetes tij ka dy bota. E ka një botë që quhet bota e dukshme, edhe ka një botë që quhet bota e padukshme. Pra njeriu përbrenda krahërorit vet e ka edhe botën e dukshme, aja që njihet si bota materiale, por e ka edhe botën e fshehtë të padukshme që njihet si bota shpirtërore. Pra njeriu në krahërorin e tij e mban edhe dunjon, e mban edhe ahiretin. Dhe si i tillë, ky besimtar, pra i pranon ekzistencën e dy botëna. Pra edhe kësaj që e sheh, edhe atë që nuk e sheh. Pra njeriu në brendësinë e vet e ka edhe të kaluarën, edhe të tashmen, po edhe të nesërmen apo të ardhmen. Pra njeriu në farforme ka qasje në atë që është kalimtare dhe në ato që është e përhershme. Po përbrenda vetes tij njeriu e ndjen edhe të dukshmen, edhe të padukshmen, pra edhe krijimin, krijimtarinë, që është krijimtaria e Zotit, po të njëjtën kohë e ndjen edhe krijuesin i cili është i përhershëm, i cili është i pa fillim dhe i pa mbarim. Nëse ky është krahërori i besimtarit që i përbrenda vetes i ka dy botrat, krahërori i pabesimtarit e atij që s'ka besim është shumë i ngushtë. I cili kjo ngushtësi vjen si rezultat i mosbesimit. Sepse jeta e tij i përngjon më shumë është jetë e mërzitshme, i përngjon një burgu, apo më thonë ndryshe një qelije të burgut. Pse ndodh kështu në krahërorin e jo besimtarit? Sepse ai realisht e ka shkput qasjen e tij me përjetësinë, me botën e padukshme e që është pjesë e besimit tonë si musliman, me besu në botën e përhershme, me besu në botën e amshushme. Kush i përmbahet, tha Zoti, udhëzimit tim, tha as nuk ka për të humbur në dunjë dhe as nuk ka për të dështuar në botën tjetër në ahiret. Kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, njeriu do ta ketë një jetë shumë të vështirë, ngushtë, krahëror të ngushtë, ty dal fryma. Ai do ta ketë një jetë plot me gjuhën e sotit, një jetë plot stres e depresion, edhe ngarkesë, dhe do ta ringjallëm ditën e gjykimit. Zoti ka thonë këtë njeri që nuk ka pranuar me besu të verbër. Kur mos t'ju mashtron dukja. Pse po tham këtë? Kur mos t'ju mashtron se i shihni do njerëz cilët nuk besojnë,
e janë krynesh e ja kanë kthy shpinën në udhëzimit të Zotit, edhe ndukje ju mendoni se ata janë të kënaqur, kjo mos t'ju mashtron. Sepse vetëm shpirti i tyre e din se ata provojnë mundimin e vërtetë. Kjo është një lloj mirazhi që kemi vërmend javën e kaluar. Allahu xhaleshanuhu e ka bërë këtë lidhshmëri mes njeriu besimtar dhe ekzistencës. Dhe kjo lidhshmëri e bën besimtarin që me qenë më i denjur, që në zemrën dhe shpirtin e tij Zoti me zbrit qetësinë shpirtërore.